Përshëndetje miq, sot kam përgatitur një pulë të pjekur në furrë, e cila del shumë e butë nga brenda dhe krokante nga jashtë. Kjo recetë del tepër e shijshme dhe nuk duhet të mungojnë në tryezat tuaja familjare. Për të parë detajet e recetës, ndiqni videon e plot dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Fillimisht për këtë recetë kemi përdorur patate të cilat do t'i qëroni, do t'i lani dhe do t'i pritni në këtë formë. Pra, patate nuk duhet që ta prisni deri në fund, kështu njëjtë si që kam treguar në video. Patate do të merrni aq sa ju dëshironi, pra aq sa keni nevojë që të përgatitni. Gjatë pjekjes këto do të hapen dhe tani këtu unë kam pulën. Tani do të përgatisim erëzat të cilat do ta marinojmë pulën. Fillimisht shtojmë vaj, do të shtojmë hudhër të cilën e kemi coptuar në copa të imta. Tani do të shtojmë dhe veget, pra perime të thata. Shtojmë biber të zi, kryp, tumerik apo shafran indie dhe do të shtojmë dhe disa gjethe rozmarine. Pra ju për marinimin e pulës mund që të shtoni çfarë do lloj erëza që ju i përdorni dhe i dëshironi. Këto përbërësit do t'i përzihen bashk dhe do t'a lëm që të na pushojë për 5 minuta përpara se ta përdorim. Do t'i vendosim patatet, mirë po unë kam përgatitur më shumë patate dhe në pjesën e poshtme i kam vendosur patatet shtesë. Në qoftë se ju përdorni më pak patate, atëherë do ta vendosni pulën dhe nga pjesët anësore pastaj do të vendosni patatet. Fillimisht do ta lijem pulën nga ana e mbrëmshme. E lijem dhe nga ana e jashtme. Unë pulën do ta pjek te kjo ena e qelçit, e cila është me kapak speciale për pjekjen e pulës. Në qoftë se ju nuk keni, do ta piqni atë në një tepsi ku do ta mbuloni me foli alumini gjatë pjekjes. Pasi e kemi marinuar mirë pulën, do ta kthejmë dhe nga ana e kundërt për ta marinuar, që të na marinohet e gjithë pula. Tani këtu e kam hapur një vrim me thik tek lëkura për t'i vendosur kofshet e pulës në këtë formë, që gjatë pjekjes të mos na hapet, pra të qëndroj kështu. Dhe tani do t'i vendosim edhe patatet të cilat u tregova në fillim të videos që nuk i prem deri në fund. Do ta lijem pak me speç të kuq, të cilën e kemi përzir tek vaji. I vendosim disa gjethe të rozmarinës dhe do të shtojmë një filxhan me ujë. Ujin do t'ja hudhni anash që të mos e marr marinimin poshtë. E vendosim në furrë për 1 orë në 200 gradë Celsius. Në ndërkohë do ta kontrolloni, kur të fillojë që pula të skuqet nga ana e sipërme, atëherë e nxjerrim nga furra. Ende nuk është e përgatitur mirë, por do ta heqim nga furra dhe do ta kthejmë nga ana e kundërt, që të skuqet dhe nga ana e kundërt. Pra dhe këtu do ta marinojmë me speç të kuq dhe përsëri do ta kthejmë në furrë. Dhe pas 1 ore pula është gati. Pra për kohën e qëndrimit në furrë gjithmonë do ta kontrolloni, sepse kjo varet se çfarë lloj pule jeni duke e përdorur. Dhe miqtë e mi, kjo ishte receta ime për ju sot. Shikoni sa e shijshme ka dalë. Është pjekur mirë dhe është shumë e butë nga brenda dhe krokante nga jashtë. Pra shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për më shumë receta, shtypni butonin subscribe. Faleminderit që na ndiqni.